Do na nxjerrësh i çik? Po, Se shtëpinë e pam. po mirë, në rregull. Jo, e pam shtëpinë, e kam fjalën, të shohim i çik natyrë, se në natyra na mungon. Po shife, Në qytet. shifni më birë ku doni. Shiko, qa ishin ato pemë të rozë? Janë pjeshka, Pjeshka e bona shu lulena? pjeshka është. Kam kujtu se ishte... Ti ka qërshi, për ja, a qërshi. pjeshka kemi tjekë. Interesante. Ju nuk e thoni do të thënë, Hamide, a? Mas gjunës, mas vend që kemi. E pra, po pse? E ka zona e Peqinit? Ne ndajmë, ku da që shkojmë ndanë gjuha janë me gjuhën e tjerëve. Ti ku linde, o Hamide? Unë në Asmashe, Në Asmasaj. Asmashe. Poshtë, E kemi më këtej. pa poshtë. E martu me në vashe. E sa vjeç u martove? 18. 18 vjeç. Po. Po pse qesh? Po qese. A shë vinë gjajnat. Ishe tjetër ka E atëherë. s'deshe me u martu ti. Ahu. Pyçim plek, nuk pyçim ne. E kuptoj, ata vendosnin, a? Po shkollë bëre? Kam bë. Bëre shkollë, qa shkollë bëre? 8 vjetë. Sa që ishte. Po. Shkollën e kam bë. Në qa viti i bie e ke bërë shkollën ti? Në 73-in kam maru. Në 73-in. E mbarove? Po, po. Po në familje ke pas modra vlezër? Qysh jo? Sa? Kemi qenë 4 mata, 3 vëllezër. Po më se mund t'ishe edhe fëmijë vetëm. Po mirë me Apo kush bonte vetëm një fëmijë thonë atë? ishe tjetër kohë atëherë. Bënin shumë fëmijë atëherë. I me ndryshe. Më mirë atëherë thua apo tani? Ndjo fëmija tema jetës. Lumë kush i ka. E në një nuk i ke blej jetën ti. Se ke një i ke blej jetën, ngel shtëpia fare. Kurse kur janë 2-3, ndryshojnë gjojnë. Ndryshojnë për fëmijët thua apo ndryshojnë për prindrit? Për prindrit re, Pse? po qysh kur ke fëmijë shumë, o zemra ma plot. E kuptoj. Nga e ndjen? Qysh nga një, nuk kam vetëm. Inë merë mikraj, unë vetëm janë, po telefoni punon, gjithë ditë. Gjithkohën, e? Po si më the paguaj edhe internetin, e? E paguaj se kam kalamajt. Edhe flet me ata Flas gjithkohën. me kalamajt, qysh jo. Kush të merr? Të gjithë marri. Gjithë, Çunat, gocat, nusët, niprit, mesat. çdo ditë, ë? Por di, Nuk të harrojnë asnjëherë. jo, bo, e martum. Po ti e bëre shkollën atë kohë, bëre 8 vjeçaren. Po, E mbarove 8 vjeçaren, s'ta gjë baba për shumë, e lën shkollën apo me vazhdo. ishte kohë tjetër. Po, Se prandaj po nuk da ishja këtu sot, Pse? ma shkollë që kam pas. Pse? Po kam qenë mirë me mësimet. Ke qenë mirë? Po ishte kohë tjetër, Pse studioje? E kishe me qenë qa studioj? flet. Kam qenë, si të sot qoni vogël sot. Shkëlqyshëm, ë? Po kështu të pëlqente letërsia, muzika, matematika, Gjitha e kam ditën. të gjitha? Me 9 pikë. Me 9, se s'kishe pikë atëre. Po. Me 9 kam marru. Pastaj me qa u morë me bujësi? Po, në punë, bujësi. Ani, e am këtu në këtu po bujësi, që kaq. Pastaj punove vetëm bujësi, ë? Bujësi gjithë jetë. Vetëm bujësi. Gjithë jetë. Po te prindrit punove tokë? Po qysh ja? Po atje sa nejta 3 vjetë në punë. A, 3 vjetë se mbarove 15 vjeç edhe? Aq. Po nga prindrit ke marrë pasuri? Jo. Ja. Qa dhe mërsh? Qa ka? S'kishin toka ata? Pa, to ka u prish prapa. Ne kemë martu me nuk morëm. Qa dhe mërsh më tjene? Po si e ka rregulli këti? S'marrin gocat? O nuk di, jo nuk jam interesu për atë pjesë. Jam interesu për tokën të eme, për fëmijët e Ti mi. vetë do ta ndash te gocat apo? Da qysh jo. Do ta ndash? Tokën e? Që du tokën da marrë vërë? Jo, flas te gocat, te gocat. Gocat 2-3 fëmijë kanë pjesë vetë. 2 kanë pa tokë. Kë ke pa to? Kanë mi gocë atë voglën, kam në çonë e vogël, të 2 pa tokë. Kështu që atyre të dyve do ua jap. Da ja, të 2. Ne Nuk e ndaj. pjesa tjetër kanë, ë? Ata 3 tjerë ka. Tashi, ti ke 5 fëmijë. Pa. Mi thuj që ku i ke? Njëra shez, Në shez. pa, E ke martume. Sa vjeç e ke? Ajo 27. Okej. Pastaj? Tjetra anë në Pekisht, Aha. 39. 39. Cuni mak në Itali, 24. Po. Goca, tjetër 33. Po. Cuni vogël 25. Sa vjeç? I martove? 2 të mojat në 20.
Sonë ma 23, kurse gasën e vogël, 8 muajt. Ka që herët e pas ke marrë këtë të vogël? Po, i dole risku vetë. Do me thënë, deri para 20 viteve këtu me lajmë zgjon atë? Po, Po si të erdi lajmëse? po vinë atë arabje, kërkana që ka, aj që do. Keni këshu këtu njerës që bëjnë shkesirë? Po me miqësia, Thujt ma gjej dhe mu një. më nuk kërkaj për çon tepë, sa t'ja për ty. Le ta gjerë për dash vetë, s'dash të rri. Me vërtet, ha? O, me vërtet që? Shumë mirë. Qa Shumë mirë me fletre? dashuri, që do atje pa dashuri. Bajnë ere qarden, që më duhet mu. Po kur fillove të ndryshoj kjo menim të? Une, Që të bëj qa doj? Se se ke pas këshu ti para 2000-shit, mos më bëj mu sigur e ke pas këshu. jo, nuk e kam pas, po Që si duke në ardhë, shake? duke ndryshu. Le të shofin pani, mos po vja. Kam gale, ose kush përshë. Se vrasi me në farë. Që dhe bëjnë? Flet me gjithë këta? familja? Flas. Me të gjithë flas. Pse dhe prishim, që për mbaj? Po. Se Përveç- cilë është pitë vetë. Përveç me atë që tu përzini pak tokat. A i me? Që dhe bash? Si është, ka ndryshu edhe marrëdhënia me komshin, të? Ne shkojmë me njëri tjetri. Shkojmë shumë me njëri biles. Merrni më këshu farkosi, sheqer, kafe. Sa ta turp marrë shë birë. Pse? Janë gjarët gjitha plot. Për që dhe marrë? Mehet gjasat? E shof që s'kam vetë e marrë. E kishe mendu ti Hamidesi do ishte 2025-a. Ase kishe menua, ase menoj. E nëse qytë të vej, nuk e di. Ka nxjerrë kjo vashaj në një njerit njohur? Jo. S'keni në një njerit njohur, ju këtu? Nuk kemi. Flasko. Po shkollën sa largë keni nga këtu? Ja, aty ke qeti, ke beni. Ah, Aty o shkollën që janë. aty i ke çu Kalevaj? Aty o të gjithë. Me në vjeçarën flasë. Me 9 vjeçar? Ose tjetra një. Po shkollën e lartë kush e mbaroi nga Kalemaj? A i vogli. Ai vogli e mbaroi? Ai. Ç'a studioi? Për teknologji, inxhinieri, informacioni. Goxha shkollë. Po atje në Itali është i kënaqur? Po i me, Po bën punë të mirë? po. Se. Po, dje i qka heq. Po mirë, se jeta nuk është e thjeshtë. Se edhe ti ke hequr shumë, besoj. Ne qenë tjetër soë, kurse këta sot o turp që cunin vetën në Itali, se kishte vene punës të. Nuk gjeti ven për atë. Se të bësh gjehat shkollë, a gjenap. Se, mos bëj zanapin e vetë. Se qa punoj këtu? Qa punoj këtu, i nejtë vit hapi dyqan që regullat të këta celularë të gjajnë ashtë. Po, Dali me humje iku, doli me humbi, po ja? me humje dhe. Nuk i eci. Po se hecë se sa do ti, nuk me. Ja, punë dhe ta veglet blehen, apo ja. Po jeta? Kur erdhe këtu 18 vjeç, si ishte në Vashe? Mirë. Si Se që emrin, shok. se emrin e ka të bukur fshati. Vashaj. Mirë jemi, në gjenaf qash. A? Shumë mirë, e ne jam Mirë. njerës të mirë. Po bashkëshorti me qa umër, burri. Punë kështu. Edhe ai me tokë. Zbëri shkollë. Jo, S'kishte bërë shkollë. jo, nuk pa. Zgjetet ti do të në një që e kishte bërë shkollën? Zgjeton, po ta kështë gjeton, nuk ishe këtu. Kash një herë, po të kishe bërë shkollë, nuk ishe këtu. Maroj e fil. Qa do kishe bë? Që të bëja hiç, të i kesi gjatë tjerë dhe punojë, që të bëja? Ka gjo për të bëtu? U martove 18 vjeç, po fëmijën e parë kur e bëre? 20 20 vjeç. Prita 2 vita. 20 vjetë që kam bëtë. Po i ke pas kështu fëmijët si shok? Unë kam pas Florin e Florin kam fëmijët. Po si shok në moshën, moshën. Në mosh, po, normal që fëmija vjen si matër si vlla. Shumë mirë kam pas Kalemajt. Po dihet i 20 vjeç si me rrit Kalemaj? Po të arrisje pra se martova, si gjithë tjertë. Ashtu ishte koha. Po në shtëpi, kë ke pas tjetër? Vetëm me burrin apo ke pas edhe Kam pas vjerë? 2 pleqt. I ke pas edhe 2 pleqt? Pse ishte i vogël i burri? I qej vogli. A i vogël. Si janë dvegjlit o, Hamida? Janë më të lastum dvegjlit apo jo? Më varet që shë bënti, që shë rritit vogli. Si e kishin rritë të tatin? Po si atëre ishte tjetër koha. Nuk, Po mirë, kështu thoni gjithmonë, ishte tjetër kohë, po po. tjetër pra, nuk flitës me atë kohë, me të sot. Po ti vetë, e lastopet vogël?
Unë i kam lastu të gjithë, jo vetëm të voglin. Jo. Leje. Unë i kam majtë të gjithë. Një lajtë. Shu, po ti pyesësh ata? Pyti. Qa thonë ata? Pyti ti pëtë që të thonë, që të flasë. Ata thonë që me të voglin e ka pasi qik pik më do. Jo, e kam pik do, pëse më la baba i ati pa martu, po. Dhe kam pik do, për kjo tjetër jo. Pse qa tha burri para se të vdiste? Asi gjë s'ka. Që dhe khoshtë? Nga se vdiq? Paralizë. Paralizu? Kera trombozë. 3 herë. E mamen atë dita? Mama kujtojtë e ditë. Nuk kam nevojë ta dihet e ditë. E kam shumë vështirë. Pse? Po qysh pse? Shoku jetës, najta 26 vjetë një. Kaq. Mos i hidhje shumë krip ti? Se kështu thonë, kur i hedhë krip ushimit do vjera, beson ti të kjo? Jo, nuk di gjo, se kam pravu të gjo. Për të mos humbur asnjë prej intervistave në Real People, bëni subscribe në kanalin e Euronews Albania.